Bashkia e Lushnjës ka nisur riparimin e stolave në lulishtën e qytetit për më shumë komoditet për qytetarët. Rreth 10 stolave prej betoni ju është hequr zgara e drurit prej disa javësh dhe nuk janë zëvendësuar akoma, duke e bërë të pamundur për qytetarët, kryesisht të moshuarit dhe fëmijët që kalojnë më shumë kohë në park, të ulen. Vetë qytetarët jashtë kamerave shprehen të indinjuar për këtë situatë absurde. Disa prej tyre përdorin gazeta ose kartona për të ulur, por me kohën e lagësht dhe të ftohtë ekziston rreziku që të sëmuren. Gjithashtu në gjendje të mjerueshme janë edhe stolat e shëtitores, por sidomos stolat para bashkisë, për të cilët një vit më parë televizioni ynë bëri një kronik, por gjendja vazhdon e njëjtë, me gozhë të dala, dërrasa të hequra e të kalbura, plehra të hedhura. Dëmtimet e investimeve publike vijojnë të mbeten një shqetësim serioz për Bashkinë Lushnjë, por dëmtimi i stolave ka ndodhur nga mosmirëmbajtja nga ana e bashkisë, nga kushtet atmosferike dhe nga dora e qytetarëve të ndryshëm të papërgjegjshëm, të cilët nuk vendosen para përgjegjësisë.